Ju përshëndes miq, uroj një ditë bekuar. Sot për ju në këtë meditim do të ndaj diçka që mbase nuk e keni dëgjuar kurrë ndonjëherë, e unë nuk e kam ndarë, nuk e kam komunikuar ndonjëherë me njerëzit, por ka qenë për vite me radhë në zemrën time. Pse djalli donte të merrte trupin e Mojsiut pasi ai vdiq? Pra, pse djalli donte trupin e Mojsiut? Teksti biblik është tek letra Judës, kapitulli 1, vargu i 9, ku na thuhet: por kryeëngjilli Mikael, kur po grindej me djallin dhe po diskutonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi t'i shqiptonte kundër një gjykim blasfemues, por tha: Zoti të qortoft. E dini që ekzistojnë në Bibël vargje që na ngushëllojnë, por ka edhe nga ato shkrime që na sfidojnë, por ka edhe nga ato të cilat na ndalojnë. Pra ka imi një tabel të madhe ndalim kalimi, një mos, një jo e madhe. Ky varg është një prej këtyre vargjeve të ndalimeve të mëdha. Tani çfarë ndodh? Mojsiu kishte vdekur, misioni i tij kishte përfunduar. Izraeli ishte në prag të tokës së premtuar, pra do të hynin në tokën e premtuar, dhe megjithatë, pas vdekjes së Mojsiut ndodh diçka misterioze në botën shpirtërore. Djalli kërkon trupin e Mojsiut. Ligji për të rirë në Testamentin e Vjetër na thot diçka të jashtëzakonshme. Kështu Mojsiu, shërptori i Zotit, vdiq atje dhe Zoti e varrosi në lugin, por askush deri më sot nuk e ka ditur vendin e varrit të tij. Tani vëreni paradoksin. Mojsiu vdes. Zoti kujdeset për trupin e tij. Dhe Juda na hap për një çast perden e botës së padukshme dhe na tregon se rreth atij trupi zhvilloi një betejë, kishte një konflikt të madh. Pyetja është pse? Pse djalli ishte interesuar për një trup të vdekur? Në historinë e njerëzimit, varret e njerëzve të mëdhenj janë kthyer shpesh në vende pelegrinazhi. Njerëzit kanë një prirje të çuditshme. Kur humbasin njeriu, fillojnë të adhurojnë kujtimin e tij. Kur nuk kanë më zërin, kapen pas monumentit. Kur nuk kanë më profetin, rrezikojnë të shenjtërojnë varrin e tij. Tani Izraeli kishte parë Mojsiun të përballej me faraonin. E kishte parë të ngrinte shkopin mbi detin e kuq. E kishte parë të zbriste nga Sinai. Tash, kujdes, po flasim për njeriu, një nga më të mëdhenj në historinë e Izraelit, i cili hodhi themelet e shtetit Izraelit. E kishin parë Mojsiun të zbriste nga mali Sinai, kishte marrë ligjin nga Zoti. Për 40 vjet ky njeri kishte qenë figura qendrore e historisë së një populli të tërë. Tani imagjinoni sikur Izraeli të kishte ditur ja ku është varri i Mojsiut. Çfarë do të kishte ndodhur pas 100 vjetësh? Po pas 500 vjetësh? Po pas 4000 vjetësh? Mbase sot në ditët tona, ndoshta njerëzit që duhet të adhuronin Zotin e Mojsiut do të fillonin të pelegrinonin tek varri i tij. Një nga strategjitë më të sofistikuara të idhujtarisë është kjo: të marrësh diçka që Zoti ka përdorur dhe ta vendosësh në vendin e Perëndis. Pra Bibla nuk na thot shprehmisht pse djalli kërkonte trupin e Mojsiut. Prandaj duhet kemi kujdes të mos e paraqesim hamendësimin si zbulesë, por teksti na jep disa pista të fuqishme. E para, djalli mund të ketë kërkuar ta kthente trupin e Mojsiut në objekt idhujtarie. Kujtonin tek libri i Eksodit se si dhe sa e lehtë ishte për djallin që të shndronte në objekt të kultit të idhujtarisë viçin prej ari, rreth të cilit hebrejt hidhin valle, këndonin dhe adhuronin. Po imagjinoni të kishin sot varrin e Mojsiut. Mojsiu nuk ishte një njeri i zakonshëm për Izraelin. Ligji i për të rirë përfundon me fjalët: nuk doli më në Izrael një profet si Mojsiu, të cilin Zoti e njihte ballë për ballë. E kuptoni se çfarë po flasim? Pra, më vonë, nëse Izraeli më vonë arriti të diqte temjan përpara gjarprit prej bronzi që kishte bërë Mojsiu, ai sa mbreti Ezekia u detyrua ta shkatërronte atë, çfarë mund të kishte bërë me trupin e vet Mojsiut? Gjarpri prej bronzi ishte krijuar me urdhër të vet Zotit, por më vonë kthehet në idhull. Këtu qëndron një e vërtet e frikshme. Edhe një bekim i djeshëm mund të shndrohet në idhullin e ditës së sotme. Edhe një njeri i përdorur nga Zoti mund të zërë vendin e Zotit në zemrën tonë.
Djalli nuk shqetësohet gjithmonë nëse je apo nuk je praktikant. Ndonjëherë atij mjafton që adhurimi yt të ketë adresë të gabuar. Pra adhurimi t'ia drejtosh dikujt tjetër. Së dyti, djalli kërkon të pretendoj pronësi mbi atë që Zoti e quan të vetën. Mojsiu kishte mëkatuar, ai kishte dështuar në momente të caktuara, në Meriba, për shembull, nuk e kishte shenjtëruar Zotin përpara popullit dhe për këtë arsye nuk ju lejua të hynte në tokën e premtuar. Mund të imagjinojmë akuzuesin, pra djallin, duke thënë: "Ky njeri Mojsiu mëkatoi, dështoi. Ky njeri nuk hyri në Kanan." Por këtu qëndron dhe madhështia e hirit të Zotit. Disiplina e Perëndisë nuk është e njëjtë me braktisjen e Zotit. Mojsiu mund të mos hynte në Kanan me Izraelin, por kjo nuk do thoshte që Mojsiu nuk i përkiste më Perëndisë. Sheku i më vonë ndodh diçka madhështore. Në malin e shpërfytyrimit në dhjatën e re tani, pranë Jezusit shfaqen dy njerëz, Elia edhe Mojsiu. Mojsiu më në fund qëndron në tokën e premtuar, jo duke udhëhequr Izraelin, por duke qëndruar pranë dhe përballë Jezu Krishtit. Çfarë pamje? Djalli mund të të akuzojë për dështimin tënd, por dështimi yt nuk ka fjalën e fundit mbi jetën tënde. Kush e ka fjalën e fundit? Hiri i Zotit Jezu Krisht. Së treti, djalli dëshiron të përdhos atë që Zoti e ka përdorur. Gjoni me vëmendje, trupi i Mojsiut kishte qenë instrument në duart e Zotit, një enë. Ato duar kishin mbajtur shkopin e autoritetit perëndis. Ato këmbë kishin ecur në përshkretir. Fytyra e tij kishte reflektuar lavdinë e Zotit pasi kishte zbritur nga Sinai. Ai trup ishte mplakur në shërbim të thirrjes dhe tani Zoti vet kujdeset për varrimin e këtij njeriu. Kjo na mëson diçka shumë të rëndësishme. Perëndia nuk shpëton vetëm shpirtin, sikur trupi ishte i parëndësishëm. Krishtërimi nuk e përçmon trupin. Çfarë thot apostulli Paul? Trupi juaj është çfarë? Ju që e dini. Është tempulli i frymës së shenjtë. Shpresa e krishterë nuk është vetëm pavdekësia e shpirtit, por është një ditë edhe ringjallja e trupit. Prandaj betejë për trupin nuk është një çështje e vogël. Kultura jon thot, është trupi im, zgjedhja ime, bëj me të çfarë të dua. Po çfarë thot Bibla? Ungjilli thot, ju nuk i përkisni më vetes sepse jeni bler me një çmim. Cili është çmimi? Gjaku i Jezu Krishtit, Zoti ton. Kështu djalli kërkon ta shkëpus trupin e këtij njeriu nga qëllimi i krijuesit. Ta kthej trupin nga tempull në jo objekt, nga instrument shërbimi në instrument epshi, në rastet e njerëzve sot, nga dhurat në idhull. Por Zoti thot, ky trup më përket mua. Edhe së katërt, më lejoni t'ju them që detaj më i fuqishëm është përgjigjja e kryeëngjëllit Mikael. Mikaeli nuk thot, unë të qortoj. Çfarë i thot Mikaeli, kryeëngjëlli i Zotit Satanit? Ai thot, Zoti të qortoft. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe kryeëngjëlli e kupton se autoriteti përfundimtar nuk qëndron tek kryeëngjëlli, por tek Zoti. Fuqia nuk qëndron tek zëri ynë, tek titujt tan, tek influenca që kemi, tek reputacioni ynë. Fuqia qëndron tek Zoti. Ne nuk e mundim errësirën duke u bërë më të zhurmshëm se errësira, por ne qëndrojmë kundër saj nën autoritetin e Krishtit. Miqtë e mi, ndoshta betejë për trupin e Mojsiut është gjithashtu një metaforë e fuqishme për betejën që zhvillohet sot mbi jetën njerëzore. Armiku ynë dëshiron trupat tanë. Perëndia kërkon shenjtërinë e këtyre trupave. Armiku thot, përdore, si të duash, mos e vrit mendjen. Zoti thot, shenjtëroje. Amen. A nuk është e mrekullueshme? Ndaj me këto të vërteta, kaq të mrekullueshme nga ky meditim i shkurtër i kësaj dite mbi trupin e Mojsiut, se si djalli donte ta përdhoste, mbase donte ta shndronte në një objekt kulti dhe adhurimi, por Zoti vet u kujdes për të. Zoti do të kujdeset për ne, edhe për momentin e fundit, edhe për kalimin ton matan, edhe kur porta e vdekjes të hapet dhe ne do të na duhet që të kalojmë përmes kësaj porte për të takuar me Perëndin në lavdi. Zoti do të vijojë të kujdeset dhe për trupat tanë që do të shkojnë në varr,
dhe për pasardhjen që ne do të lëmë pas, dhe për dëshminë e emrit të Tij, siç e ka bërë përgjithmonë në histori. Ndaj me këto të vërteta le t'i lutemi Zotit bashkë miq. Ati dashur, faleminderit për zbulesën e fjalës së për këtë inkurajim nga ky moment, nga ky pasazh i shkrimit të shenjtë. Bekoj burrat dhe gratë që po ndjekin sot, fëmijët, familjet e tyre, nxiti dhe inkurajojmë besimin e shenjtë dhe le të gjithë së bashku të qëndrojmë dhe të kërkojmë shenjtërim të trupave dhe jetëve tona në emrin e Jezusit. Amen. Qofshit bekuar miq, me zi pres t'ju takoj sërish nesër dhe një gjë, ndajni këtë meditim me sa më shumë njerëz keni mundësinë ta bëni, sepse do të jetë inkurajim dhe një portë në zemrat e tyre për të filluar të mendojnë që jeta nuk është gjithçka që kemi, prekim, veshim, shohim dhe reagojmë çdo ditë, por shumë më tepër se kaq. Zoti ju bekoft pafund. Shihemi nesër.